Kupa e Shqipërisë në futsal luajti në Pallatin e Sportit Qazim Dervishit të Shkodrës ndeshje gjysmëfinale, një aktivitet i organizuar nga Federata e Futsalës në bashkëpunim me Bashkinë, duke patur pjesëmarrës 4 ekipe: Vllaznia, Jata, Flamurtari dhe Tirana. Vllaznia Jata ishte çifti i parë ku në fushën e lojës kishte vetëm një protagonist, ekipin Kuqeblu, i cili shpartalloi kundërshtarin 15-4, 7-2 u mbyll pjesa e parë në favor të Vllaznisë, ku autor të golave ishin Djepaxhia Tafili, Gokaj Çardaku dhe 2 boshti e Hyseni, ndërsa pjesa e dytë foli e tëra për Vllazninë që arrin të shënojë edhe 8 gola të tjerë në portën kundërshtare me autor, tripletën e Gokajt, dopjetën e Çokajt, Behari, Çardaku dhe Tafili. E gjithë ndeshja përfundoi me këtë fitore të thellë që e kualifikon Vllazninë në finale, ku Kuqeblut do të përballen me Flamurtarin, i cili nga ana e tij eliminoi Tiranën duke mundur 7-2. Prisja të them drejtën këtë rezultat nga skuadra ime, për arsye sepse nuk kemi pasur momente pauzet, ekipi jonë është vazhdimisht është stërvitur, jemi përgatitur për këtë gjysmëfinale dhe finale. Besoj se të bëmë një performancë mjaft mirë, edhe pse ndoshta kundërshtari nuk ishte aq i denj, po mendoj se atë që kemi punuar gjithë kohës, ajo na paraqit sot ndeshje. Praktikisht kjo është ajo që kishim gjithmonë në mend, që eksperjenca e lojtarëve si Behari, si Tafili, si Gokaj, Çoklaj e kështu me radhë të shërbej si një mësim në fushën në parket për ekipin e elementit të ri. Finalja e Kupës së Shqipërisë në futsal do të luhet të martën e 23 dhjetorit në Qazim Dervishit të Shkodrës, duke nisur prej orës 16, ku përballë do të jenë Vllaznia Flamurtari.